Kjo është historia e majmunit të vogël japonez, i racës makak, që ka bërë xhiro të mëdha në internet dhe ka prekur zemrat e miliona njerëzve. Punch ka lindur në kopshin zoologjik pranë Tokios në korrik të vitit 2025. Por historia e tij nuk ishte si e shumicës së majmunëve të tjerë. Ai u braktis nga nëna e tij pak pas lindjes. Po kjo është e vërtetë. Nëna e tij nuk e pranoi dhe nuk kujdesej për të. Diçka që për majmunët e vegjël është shumë dramatike, sepse ata zakonisht ngjiten fort pas nënave të tyre që nga dita e parë e jetës. Por si e përjetoi ai braktisjen? Kur majmuni u refuzua nga nëna, e cila mund të jetë për shkak të përvojës së saj të stresit apo faktorëve të tjerë natyror, stafi i kopshit ndërhyri menjëherë për t'i shpëtuar jetën. Ata u shyen me shishe, kujdeseshin për çdo nevojë të tij, dhe për t'i dhënë ndjenjen e sigurisë që humbi nga nëna, i vu në krah një lodër prej pelushi, që ishte në formë orangutani, që e quanin shpesh ora mama, pra një nënë zëvendësuese. Majmuni i vogël që në ditën e parë e mori lodrën si simbol ngushëllimi, ai e mbante me vete kudo, e përqafonte kur flinte, e mbajte kur ishte i friksuar dhe e merrte kur ndihej keq dhe shpesh ngjante sikur po kërkonte dashurinë e nënës së tij që nuk ja dha. Këto pamje majmunit që ngjitet fort pas lodrës u bën virale brenda pak ditësh në platforma si TikTok, Instagram dhe duke u shpërndar nga miliona njerëz kudo në botë. Në fillim edhe majmunet e tjerë të grupit e refuzuan, por me kalimin e kohës ai filloi të afrohej ngadalë, të luajë me grupin dhe të gjej kujdes nga një majmun i rritur. Në një tjetër moment ai shihej të sulmohej nga majmun të tjerë. Ai shkon sërish vrap dhe largohet tek orangutani, që e sheh si ngushëllim dhe i qëndron pranë. Po pse kjo histori u bë kaq virale? Historia e majmunit të vogël preku njerëzit sepse është një kombinim i braktisjes dhe vetmisë, nevojës për dashuri dhe për siguri, për forcë dhe për të ngjetur ngushëllim në një lodër të butë, dhe shpresës për të gjetur prani tek bashkëmoshataret e tij. Njerëzit në internet ndihen emocionalisht të lidhur me këtë histori, sepse ajo i bën të mendojnë për dashurinë, kujdesin, vetminë dhe mbështetjen, që është që përfshin jo vetëm kafshët, por edhe njerëzit.